Fibroma ovarian është një tumor benign i vezores që përfaqëson rreth 4% të gjitha neoplazive ovariane. Bëhet fjalë për një tumor mjaft të rrallë, i cili prek kryesisht gratë në moshë të mesme ose në postmenopauzë, me incidencë maksimale rreth moshës 50 deri 60 vjeç. Natyra benigne është e garantuar. Transformimi në fibrosarkom është jashtëzakonisht i rrallë. Mund të themi që është shumë i rrallë. Dimensionet kanë një diametër mesatar prej rreth 6 cm, priren të rritën dhe shumicën e rasteve janë asimptomatike. Mund të shkaktojnë një sindrom të Meigsit, që do të thotë prania e acitit dhe hidrotoraksit, të cilat mund të ndikojnë, mund të bëjnë të mendosh për një patologji maligne, por në të vërtet, sapo të hiqet, zhduket edhe aciti dhe hidrotoraksi. Shpeshherë ka edhe një komponent stromale, që për këtë arsye ka aktivitet hormonal dhe atëherë flitet për fibrotekom. Dhe si e kuptojmë këtë? E kuptojmë sepse pacientja paraqet metroragji në postmenopauzë ka një endometër të trashur. Nga ekzaminimi histeroskopik dhe histologjik i endometrit, rezulton një endometër i tipit folikular, folikolimik, hiperplazia adenare cistike e endometrit. Diagnoza mes fibromës dhe fibrotekomës është vetëm histologjike. Diagnoza tjetër diferenciale që duhet marrë parasysh ginekologu është se mund të jetë një fibrom pedunkulare e mitrës. Por në këtë rast, shfaqja e saj e papritur në postmenopauzë e bën pak të mundshme këtë hipotezë, por diagnoza vendoset vetëm gjatë ndërhyrjes kirurgjikale. Në rastin e një fibrome ovariane, duke qenë asimptomatike, njohja e saj ka qenë rastësore, pra është bërë ekografia për një arsye tjetër dhe është vënë re. Në këtë pamje mund shihni qartë procedurën e ekzaminimit të hollësishëm përmes laparoskopisë. Këtu shfaqen imazhet ku mund të vëreni edhe gonadën tjetër që duket plotësisht normale dhe shëndetshme. Edhe këtu vëzhgoni prerjet. Këtu shihni masën e madhe që në ekzaminimin histologjik rezultoi të ishte një fibrom ovariane. Shihni mitrën që është e ndarë, shihni që nuk ka asnjë lidhje me mitrën. Këtu shihni që në hapësirën Douglas ka lëng, këtë e kishim parë edhe më parë. Faleminderit për vëmendjen. I nderuar koleg, vëzhgo këtë rast. Jemi në postmenopauzë, gjej një mitër me anteversion të theksuar dhe shih këtu, në aneksin e majt, një formacion me skaje të rregullta, pra një strukturë solide homogjene që është e ndarë nga mitra. Këtu shihni mitrën, ku shihni endometrin që është atrofi, është një mitër e vogël me fibrom, por kjo nuk ka asnjë rëndësi te një grua që prej më shumë se 10 vitesh është në postmenopauzë. Endometria është atrofi. Shihni që në hapësirën Douglas ka lëng të lirë. Pra keni parë që përmasat e mitrës janë mjaft të rregullta, pak më të mëdha se normal janë. Dhe shihni këtu këtë formacion në aneksin e majt, solid, homogjen, me mure të rregullta, shumë pak i vaskularizuar, i cili karakterizohet më mirë në këto imazhe. Për masat, pra komponenti solid, mjaft homogjen dhe pak i vaskularizuar, është i ndarë qartë nga mitra. Për masat janë rreth 6 me 5 cm dhe 5 cm e gjysmë. Le të shohim nëse ka ndonjë ndryshim. Nuk ka asnjë ndryshim, sigurohemi për masat. Në këtë imazh, që është thelbësor, shohim që nuk ka një neoangiogjenezë të rëndësishme dhe ky është një fakt shumë i rëndësishëm. Shihni që formacioni është shumë pak i vaskularizuar. Këtu shihni lëngun e lirë në bark, të acitin. Dhe kontrollohet përsëri mitra. Shihet që është e ndarë nga mitra, shihet përsëri aciti.
Atëherë, në lidhje me moshën, në lidhje me faktin që nuk ishte i pranishëm më parë, në lidhje me faktin që tre vite më parë, ishte plotësisht negativ, është e qartë që jemi të prirur të mendojmë se është një fibrom ovarian. Dhe këtu megjithatë kujdesi kërkon ekzaminimin, ndërhyrjen kirurgjikale që do të kryhet me laparoskopi, ku më pas do të shihni pamjet. Do të ketë një koment të shkurtër që do të shpjegoj çfarë është fibroma ovariane dhe çfarë është varianti fibrotekoma. Shihni gjithmonë këtë lëng të lirë. Këtu e shihni që po matet edhe një herë. Do të shohim në pjesën e sipërme të barkut. Tani ne do të hedhim një vëstrim më të detajuar në të gjithë pjesën e sipërme të barkut, e cila do të na tregojë qartësisht një pamje krejtësisht normale të strukturës barkut të sipërm. Edhe këtu do të ketë një shtresë shumë të vogël, të lirë, e cila do të raportohet gjatë ekzaminimit, gjatë eksplorimit kirurgjikal. Do të shihni imazhet pas pak minutash. Ju falenderoj për vëmendjen dhe besoj dhe shpresoj që këtu shihni veshkën e djathtë, e shihni që është plotësisht e rregullt. Ka një gur të vogël në fshikëzën e tëmptit që ka pak rëndësi në këtë rast, por që gjithsesi duhet të raportohet.